Bismillahirrahmanirrahim. Ka një temë shumë interesante që ka të bëjë me përditshmërinë e shumëve prej nesh, dhe që gjithsesi në një mënyrë a një tjetër na përket dhe na përfshin të gjithë pa përjashtim. Një pyetje që në forma të ndryshme përsëritet edhe vjen përpara durve tona dhe bëhet shpesh edhe objekt i diskutimeve të përditshme që shpesh kemi me njëri tjetrin. Kur na vdes dikush, çfarë duhet të bëjmë me rrobat e të vdekunit? A duhet t'i groposim? A duhet t'i djegim? A duhet t'i falim? A duhet t'i heqim nga shtëpia? A çfarë? Janë pyetje të cilat qarkullojnë shpesh në realitetet tona, në shoqërinë tonë, edhe për shkak të shtimit të besytnive dhe shtimit të njerëzve që flasin pa dije, edhe marrin të filozofojnë rreth çështjeve të ndryshme që lidhen me këto situata dhe këto raste e vaki që na ndodhin her pas here. Në fund të fundit të gjithë ne kemi ardhur në këtë botë, do të largohemi një ditë nga kjo botë. Ne nuk kemi siklet nga vdekja, të dashurit e mi. Ne nuk kemi asnjë lloj kompleksi në lidhje me vdekjen, siç dikush përpiqet ta bëjë kaq të madhe këtë çështje. Edhe me thënë kemi ardhur në këtë botë, e do të largohemi një ditë, e dim shumë mirë se ky vend nuk është vendi i qëndrimit tonë të përhershëm. Edhe elhamdulillah që nuk është vendi jonë i qëndrimit të përhershëm. Për të kthyer tek tema e jon. Në momentin kur vdes një person, si në të gjallë, si pas largimit nga kjo botë, njeriu në vetvete si krijesë është i pastër. Pra Allahu Azza wa Jall e ka krijuar njeriu dhe e ka bërë të pastër. Është fisnik njeriu. Dhe më thënë, "Walaqad karramna bani Adam." Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin famlar, ne e kemi fisnikëruar racën njerëzore. Dhe kur thot bani Adam, këtu flet për çdo njeri pa përjashtim, çdo njeri është i pastër. Edhe nëse ai person në vetvete mund të jetë një njeri që është të zhyt në llumin e gjunaheve, e harameve, por se në thelb, si krijesë e Zotit, ai është krijesë e pastër, e para. E që do të thotë se njeriu, pasi të ketë vdek, nuk bëhet i papastër. Vdekja nuk është argument i papastërtisë, siç ka qenë i pastër si krijesë fisnike për së gjalli, ashtu është i pastër dhe krijesë fisnike edhe kufom, derisa ta përcjellim për në vendin e fundit, pra në tokë. Për këtë, Islami ka disa rregulla që njeriu, edhe kur të përcjellet nga kjo botë, të lahet, të qefinoset, të parfumoset dhe të kthehet tek nana e tij e madhe, tek toka, i pastër, i parfumosur, edhe inshallah taala me lutjet e të gjithëve ne, pra me namazin e xhenazes, për falje dhe mëshirë. Shikoni sa e fisme është kjo dhe sa e mrekullueshme është. E dyta, që është shumë e rëndësishme, çfarë të veprojmë me rrobat e të vdekurit? Çfarë të veprojmë me rrobat e të vdekurit? I merrni, i lani, i veshni. I merrni, i lani, i falni. I merrni, i lani, i ruani. Shumë e thjeshtë. Ama ata që thonë që jo po duhen me u djeg, duhen me u gropos, duhen, po, mund të digjen, mund të groposen në raste ekstreme kur personi ka vdek fjallavije me ndonjë sëmundje ngjitse, pra sëmundje infektive. Pra në momentin kur njeriu është nda nga kjo botë, përveç rasteve ekstreme, pra sëmundjeve infektive, ngjitse e të ngjashme, patjetër që ato rroba në këto raste ekstreme mund të digjen e mund të groposen, sipas udhëzimeve të mjekëve apo njerëzve të kohës. Apo në rastet e natyrshme, rrobat e të vdekunit është njësoj si rroba e të gjallit. Dhe më thënë, të ka vdek baba, Allahu e mëshiroft, këmishën e babës, a mundesh me e vesh? Po patjetër që e vesh. Siç mund ta kishe veshur për së gjalli të babës, e vesh edhe pasi baba ka ndruar jetë. Baba im ka ndruar jetë, rahmet past. Rrobat e babës, një pjesë të mirë të tyre, unë i kam rujt, edhe i veshi.
edhe i përdor, po edhe mund t'i fal, po edhe mund t'ja jap një të afërmi, po mund t'ja jap edhe një nevojtari. Mu më ka vdek një i afërm tjetër, më ka vdek ky, më ka vdek ai. Çfarë të bëj me rrobat e tij? Çfarë do që të bësh? Veproje dhe Allahu ta pranoft, por kurse si, mos mendo ma të keqen që duhet pa tjetër me i nxjerr nga shtëpia, e duhet pa tjetër me i djeg se kush e vesh atë nuk i del vdekja nga shtëpia, me hija e vdekjes në shtëpi, kemë vdekje edhe ti. Allah Allah. O kret për kemë vdek? Edhe ata që ju frynë në vesh dhe ju nxisin drejt tyre besytnive banale, po ato për kanë me vdek një ditë, ata nuk e vdesin. Çfarë është puna e tyre? Edhe çfarë është puna juaj? Kur mendoni dhe bini në batakun e këtyre mendimeve krejtësisht gjahile dhe të pabazuara as në dije e as në logjik. Kështu të dashnë të shtrejt, mi të gjitha, e para se gjithash, i lutemi Allahut Azza wa Jall me imshiru të dashnërit tanë që kanë ndruar jetë dhe janë larguar nga kjo botë përpara nesh, dhe i lutemi Allahut Azza wa Jall që ata që kanë kaluar nga kjo jetë para nesh, me na parapri drejt xheneteve të Allahut Azza wa Jall, me na parapri drejt krojt të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe me na bashku Allahu Azza wa Jall me gjithë secilin prej të dashnëve tanë që na kanë parapri dhe janë larguar nga kjo botë para nesh, me na bashku tek pejgamberi alayhi salatu wasalam e me pi ujë nga dora e tij e bekume sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa kjo çështja e rrobave e orendive personale me i gëzu edhe me i shiju sa të kemi mundësi, nëse jo me i dhënë sadaka për shpirtin e tyre, madje edhe kur i veshim me e ba njët që me i vesh si sadaka për shpirtin e tyre, e nëse jo me i fal, me i dhuru, me i lanë aty sepse ndoshta i vesh dikush mas nesh e kështu me radhë. Allahu ju dasht dhe ju begatoft dhe na çliroft ne edhe realitetet tona nga besëtit e kota, e na udhëzoft për herë më tepër drejt mësimeve dritësuese të fesë tonë të mandueshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ju dasht.